Miq të Bardazis, jemi si çdo të premte live këtu në ekranin e ABC News, sepse ky emision është si ato mozaikët e lashtë që kur zbulohen nuk ka dhe që t'i mbuloj. Jemi si kajmak, si kajmak në bërësirash, si kajmak jemi. Po, pa humbur. Tek rubrika pse, tek ajo rubrika jonë e dashur. Pse. Okej, në pozicion fillojmë. Yes. Kur nuk e kam tradhtuar burrin tim? Asnjëherë. Po s'të mora vesh, ti po mburresh apo po ankohesh? Po mburrem, po mburrem. Orerion, ai njeriu që kruan kokën kështu, qa është ai, filozof është ai? Jo, se pasaj bje që ai që kruan undën është geolog. Ka plasur cipa fare. Po, umori. Po, dukesh. O mami, më oqen a puna. Po pse bjeri mamit? Marshallat kishen mami. I lash vëndin një të moshuari. Por idiot, po ti ishe shoferi autobusit, mos i lirove vëndin atit moshuari. Po ja, tham ti respektojmë ata të vjetrit. Po, i paske. Doktoresh, Urdhëro. që kur më ke dhënë ato ilaçet e gjumit, po fles si qëngjë. Ua, po sa kokra ke pirë, more? Po nuk i pi unë, ja jap gruas. Se s'tua ti, dilke në valiske. I thua, gruas, ku ishe ja këtu me ty ishe? Ja sa u zgjova. Anash. Zëmra, çfarë ke bërë? Ti nuk më dëgjon kur. Unë ta shpjegova, për ty jam vetëm një objekt. Unë se kuptoj pse më trajton kështu. Po të pyeta çka ke bërë për darkë, nuk e pyeta çka ke. Burrat, ja këta janë burrat. Kuptoni burrat? Sipas një studimi, 92% e grave nuk i pëlqejnë fare shoqet e burrave. Po sipas një studimi tjetër, 99% e burrave i duan shumë shoqet e grave. Jemi më të mirë në burrat. Jemi më të mirë, më të dashur. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Një sondazh tregon se një picë e djegur, një birë e ngrirë dhe një grua shtatzën janë rezultati vonesës. Jeni vonuar çik. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve e konfirmojnë sondazhet. Jeta është si një kuti çokollatash dhe kur je bullafiq, kutia zgjat pak. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve e konfirmojnë ekspertët. Mëlqis nuk i bën keq vera, po i bën keq disa njerëz caktuar. Shishi. Regjia u tromb. Ku shpi alkola, ne nga regjia. Ku shpi ande? Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Një sondazh tregon se ndërkohë që inteligjenca artificiale zhvillohet, disa njerëz ngelin popallosha gjithë jetën. Mirë. Vion edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Ekspertët konfirmojnë, gratë rrojnë më shumë sepse nuk kanë një grua për të jetuar. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Sondazhet kanë treguar se ti ke nevojë veç për dashuri, por edhe ca ditë pushim nuk të bëjnë keq ama. Sa si shumë. Në jetë nuk ka rëndësi nëse gota është gjysmë bosh apo gjysmë plot. Rëndësi ka që ka ende shishe bosh, të mbushura plot. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Studimet tregojnë se gratë ka nevojë vetëm për 3 gjëra: ushqim, ujë dhe para. Po, dhe sidomos kur ato gratë janë dem, dhe kokra e demit. Shenja e demit, tret fundit. Po. Dhe me që jemi këtu të parat, se na kujtove parat, cila është banka që të bën gjithmonë të buzëqeshësh? Gjithmonë Banka Kredins. Po pse kështu? Sepse i kam të sigurta çdo gjë, çdo veprim e krye shumë shpejt, eksperienca e stafit është e jashtëzakonshme dhe marrëdhënia me klientelën është gjithmonë ekselente. Por mbi të gjitha, sepse ata flasin gjuhën tuaj. Banka Kredins flet gjuhën tuaj. Po është edhe një vend tjetër ku buzëqeshja hapet shumë. Atje ku ke bërë dhëmë ti, ha? Po, atje ku do shkoj ti bëj dhëmë. Te klinika Kate, klinika sidomos pjesa dentare, që është kozmologjike, klinika Kate në përgjithësi është e gjitha që ta kthen buzëqeshjen. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve, pa reklama. Prit se kam urave. Jemi në periudhën kur më shumë kënaqësi t'jep kondicioneri se sa disa njerëz. Ashtu, ha? Po, kondicioneri është... Edhe më shumë se gruaja?
Nuk dua nuk dua të prononcojmë, se gruaja është pjesë e kondicionimit. Ekspertët thonë, nëse nuk di të qash apo të qeshësh, më mirë është të hash. Ashtu, ha? Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Një influencer ka 24 orë që është dukur nga qarkullimi dhe për çudi bota vazhdon të rrotullohet. Sa keq. Sa keni marrë vesh akon. Nuk e keni marrë vesh. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Jo të gjitha problemet zgjidhen me një shishe birë. Prandaj ka konfeksione me na 6 shishe. Ashtu, ha? Ta marrësh të 6 edhe aty fillon zgjidhja. Era arkën me vete, tha. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Në jetë ka gjëra më të rëndësishme separat, por ato kushtojnë edhe më shtrenjtë. Ha një. Pronat, vilat, kushtojnë më shumë separat, po. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Çmimi i karburantit shkon në qell. E di kush u lumturuan. UFO-t, sepse gëzojnë se do të ketë furnizim falas. Vajti në qell, iku. Dhelpra, kur nuk i kapi do të rusht, mlodhi gjethet dhe bëri japrak. Kanë filluar dhelpra tani ta dredhin, domethënë. Ha, more Erion. Zemër, sot shkova ku shko? në Çmendim të takoja një shokun tim. Ua. Sa e çuditshme. More. Kur më futën brenda të bëna si kontroll. Po e çuditshme që të pas kanë lënë me dalë për jashtë. Ç'mendim keni për duanin ju, Erion Kristo? Nga njëra anë është mirë ta pish duanin. Nga ana tjetër jo. Pse? Po se nga ana tjetër s'ka filtr. Vetëm nga një anë ka filtr. Vetëm nga një anë tjetër. Oj gru, ec më merë. Oj burr, po ku jeti? Po të dija ku isha, vja vetë. Ore, që këtë me patin të? Kërkoj një femër që të më doj për atë çka jam. Po ti në të vërtet, çfarë jeti? Jam buri martum. Se ka thënë akoma me pak fjalë, Si ka mundësi që sa herë që shkoj në banjo, hapet vet ajo drita, e fiket vet. Ore ti, po ke shkuar të bësh nevojat pranë frigoriferit, ore, jenë të reziti apo shikon fare natën ti? Këdo votojëm në zgjedhjet e reja? E ti qa, a votoj Mali Babën, se të paktën e dim që a i ka 40 hajdut, nuk ka më shumë. Ne kemi me 120. Kemi më shumë fakt. Për parlamentin e kishe Jo, fjallën. jo, kisha për ata tjerët. Jo, ju jeni të mirë, jo, jeni të mirë. Zemra, nëse do vinte hajduti dhe do më rëmbente mua dhe maman tënde, për këtë do shqetësoheshe më shumë ti? Për hajdutët. Forse për mua, more. Burim, të lutem, më thuaj një motiv që unë të mos iki sonte. Të gjitha pronat janë në emrin tim. Zemra ime, shpirti im. Po ç'keti, mos u mërziti. mërzitem Po unë. pse mërzitesh Po ti? qa thua, firmën nga Po mund. trashëgimin, ku det e lesh ti? Baka. Burrat janë të gjithë tradhtar njërë. Po pse e thua këtë? Po pse e thua këtë? Artani më tradhton, Agimi më tradhton, Remziu më tradhton, madje po ti futem ulumtimeve dhe burri im më tradhton. Ky Remziu çpati. Faqezi, faqezi. A do të vish të bëjmë një ndeshje futbolli, more? Jo, Hajde. se kam punë, jo, se kam punë, shumë punë. Ua, qa punë është ke, more, apo s'të lë gruaja? Ama s'të lë gruaja ti po lëre. Ja, me kush e çan kokën për gruan, po kam gjitha të ekur për të bërë, kam edhe enët për të larë. I lumë të gruas tënde. O, më ta lumsha.